Me Albin Kurti çka komentuan se Trumpi domona. E den Albini. A mendon që kanë me fut lizez? E den Albin Kurti mirë çka mundet me ndodh. Pa mendon që kanë me fut lizez? Po Albini e di këtë punë. Apo kupton? Jo veç Albini. Albin Kurti edhe shumë të tjerë në qeveri aktuale të Republikës Kosovës e din që ishin sjell me Amerikanë. Profanel, se po të mesbosh, po e ka një thoni shumë interesante pse viu sa komentojt realisht e ka mandatin deri në vitin 2025. Fatmir, pse? Unë mendoj që Vjosa Osmani është presidenti dhe ka edhe një vjet. Dhe unë mendoj që pikërisht atëherë ka mulshuar shumë thosje dhe morë më bu president. Bravo, drogitje. S'do do të vurda. Nuk e dia ka xhilluar që mirë ka menu. Po jo, po se çfarë kryhet procesi judicior. Unë s'kisha guxuar mu lidh tash. Jo, s'mo lidh, që më bënoj mu lidh. Për të që profesionalisht që kanë ndodhur diçka e çuditshme në Beograd, sa ke qenë ka thonë në media tjera me Dinora, po të kujtohet ai që e ka marrë thash shembullin në var serbi që domethënë me Dinora. Që s'ka dosh me marr. Kisha po çfarë me kallëzu se ishte interesant. Te ku kam rri fjola. Ne edhe në çanë ka hungur atje në Beograd. Çka kanë ndodhur, bro? Jo, kur u ktheva, unë isha në një konferencë shkencore aty në universitet, edhe natyrisht mora honorarin edhe tash dësha me harxhu, po më doj... Dinar, po më doj... Edhe kur du me ble biletën për më këthy në... Ose me dinar, tha jo, tha... Ti veç me euro dhe se shkoni kanë zë në Albin Kurti. Do, te atje ka më një lojmë, ja? U kuna atër puna e dinarit që... Ama me këto ka dish me ka zë profesorit që dhere atje kam rri, dhe më thonë e farë vendimi Albin Kurti. Po, vendim, nëse i shoferi ishi i Kosovës, dhe më thonë. E ka dita. Po, njësë, sigurisht. Për një që profesorën që me disë pa i është figurë respektueshme dhe në thonë shumë të tirë në për media, da? Unë mu vetë, po që se para emisionit folit diçka kështu, po unë për thamë që mendoj unë. Një prej intelektualve të Kosovës, i cili është i pranueshëm për mediat veçanërisht të opozitare në Serbi, është Nezhi. Unë kisha thonë që se nashta nuk e din opinionin, mos harroni, Nezmedin Spahiu ka qenë këshilltar i Ramush Haradinajt në qeverinë e formuar në vitin... Bile, i ka thonë do vendime zbana, ka guxuar me thonë Ramushit. Komuniteteve derisa Ramushit e një konë shku për hapë, duket. Kështu ka qenë, mëse harroni këtë mund, se ka qenë këshilltar... Po, është ide atyri flamurit Kosovës e kontrollit atje zakonshme. Po të kisha mundësi, me konë njëri që vendosi për këtë punë, sinqerisht një mandat plot. Na i kishë regulluar punë me Serbinë, kur kush më mirë se kush na kishë regulluar. Me quë ambasador i Republikës Kosovës në Republikë ambasador. Ambasador i Kosovës Beograd. Jo kësi me zyre. Dhe më unë ishe bo sire gjajtë së rujë, pse?